Projekti synon të përkrajë institucionet e Kosovës në veçanti ato të arsimit për zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë, u shpreh Liria Tolaj, koordinatorja e programit. Shkollat tona natyrisht duhet të jenë përgatitur, arsimtarët, stafi, personeli i mbar shkollës dhe nxënësa se si të veprojnë në rastet e fatkeqësive. Shkollat do të përkrahen me aparatet të mbushjen e përfikjen e zjarrit, planet e evakuimit dhe natyrisht do të shpërndahen edhe broshura, fletpalosje të ndryshme për fatkeqësitë që mund të prekin Republikën e Kosovës. Se sa i rëndësishëm është një projekt i tillë për komunën e Gjakovës, sqaroi Besim Meqa, zyrtar i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Qëllimi i këtij është zvoglimi i rrezikeve, sidomos te pjesa e fëmijëve si kategori më ndjeshme. Projekti i tillë është më së i nevojshëm për institucionet arsimore, u shpreh drejtoresha e shkollës fillore Zekeria Rexh. Shkolla në rast të ndonjë fatkeqësie do ta ketë problematikën më të vogël, apo të thjesht fatkeqësia do të jetë pak më e lehtë nëse do të ndodhë kjo. Projekti i përgatitur i sigurt hyn në vazhdën e përpjekjeve për të arritur sensibilizimin mbi planin përgatishmëri dhe mbrojtje në rastet e fatkeqësisë bazuar në platformën kombëtare për të zvogluar rrezikshmërinë nga rastet e fatkeqësisë, si pjesë e strategjisë ndërkombëtare për zvoglimin e rrezikut në fatkeqësi.